Në Shtetet Bashkuara dhe në Itali. A është botuar dhe në Itali? Po. Dhe cila është nëjësia që ndjen një autor? Një autor me pretendimet tua, por në kuptimin e kohështrirjes, një autor në fillimet e veta në këtë dimension të letërsisë. Them të drejtën, është kënaqësi. Në çdo ambient që diskutohet për librin tënd është kënaqësi e madhe, po në Itali janë bërë një sër takimesh, janë bërë takime në jug të Italisë, në Bologna, në Torino, dhe botuesi po organizon dhe takime tjera për librin, është prit shumë mirë dhe është diskutuar gjithësisht mbi tematikën e romanit, është pëlqyer shumë tema që është trajtuar, është vlerësuar nga prej tyre dhe është marrë dhe Romani Ministri për tu është në proces përkthimi për tu botuar, po nga shtëpia botuese që ka botuar prokurori Rubetino. Çfarë është ministri në romanin tënd? Është ministri me të cilin të zhdashur të përballesh, me ministrin me të cilin të zhdashur të bashkëpunosh, ministri me të cilin ke qenë aleat, ke qenë koleg, ke qenë partner, apo ke qenë në kundërshti, në shumë qasje? Me ministrin e romanit u kam qenë në kontradikt gjithë librin. Dhe ka qenë një libër i vështirë në fakt, sepse, por gjithsesi është një letërsi që mbështetet mbi këtë realitet, ndonë se ne s'kemi përjetuar një ministër të brendshëm si personazhi im, por e kemi parë ato lloj personazhesh në parlament. Janë rreth 19 deputet, me sa kujtoj unë, që kishin emra të 2-3 emra që kishin kryer krime të ndryshme në vende të tjera të Europës. Kështu që dhe në imagjinat shumë e shfrenuar nuk është, e megjithatë e gjithë lufta që bëhet brenda një polici dhe brenda një ministri bandit është, besoj është një realitet shumë i hidhur. Nuk është krejt pa domethënie. Domethënë, përpiqem ta shoh si metaforë ministrin, me gjithë përpjekjen tënde për të mos e identifikuar, për të mos krijuar një identikit. Po, jam mbruajtur asaj. Të ministrit, por në mos ministër i brendshëm, një ministër tjetër gjithmonë gjendet aty. Shikoj, është një personazh që thot shumë gjëra, se ne në këtë realitet kemi jetuar dhe nuk mund ta përjashtojmë ato lloj mënyre sjellje, ato gjëra që përshkruhen në roman kanë ndodhur, që me implikimet e trafik të punësve të policisë, të politikanëve, kënë gjëra të reja, po aty janë konkretizuar dhe janë munduar që nëpërmjet shtjellimit të romanit të më shumë se sa ngjarjet e jashtme të futen brenda botës brendshme të një oficerit ndershëm policie, por dhe një ministri që kisha arrit majat nëpërmjet makinacioneve të tij të përshkruara nga... Skënder Dreni është një tip në mjedisin, realitetin shqiptar? Gjendet shpesh, takohet shpesh? Besoj që po, patjetër. Nuk mund të rrim pa e bërë një lloj përqasjeje me çfarë ndodh, se sa do të përpiqemi ta mbajmë